po të pyes ty. Për shka janë mytë djemt e Ademit? Kush është ka djelt e Ademit? Kabili dhe Habili, si mas Ku fesë thot, më fal, ku thot në Kur'an se kanë për emrin Kabil e Habil? Na thot profeti Musa, Isa, Musa, Isa, profeti Muhammed. Ku thot në Kur'an? Ku thot në Kur'an? Zotri, unë tash nuk jam hafëz e Kuranit, as nuk du me përdor që... djetarja me njoftu në Islamit në Kosovë, nuk o hafëz e kur ja po shejku i malësis pyetjet. Nuk jam unë as djetare, kur gjë nuk jam. Po qka jeti pra? Islamologe, po studioj derisa të vdes. Po mirë, pra studiu se kjeke. Thot Kurani, si e ka pa emnin gruaja Ademit si pas Kuranit? A ka mundësi përgjigjen pse janë mytë Ademi edhe Pritjerna. Si ka emnin gruaja Ademit si pas Kuranit? Ti ma jep mu përgjigjen, qka po të pys, ma ndej unë e qka pyetja jote, por duhet edhe ti më përgjigje, qka pyetja jote? Pyetja ime është pse Kabili edhe Habili janë mytë me zveti. Nuk thiren Kabili e Habil, po janë Abeli e Kaini. Po qajo? Po, janë mytë se Kaini bërë gjelos për flin që luron Abeli, e vren vlade vetë për gjelozijet. Për shka, qëfar gjelozije? Gjelozia se ofroj flin më të mirë. Flin më të mirë? Qëka është flin? Po flin, jo flin me hagër, flin, sakrificën më të mirë. Aha, do me thonë nuk u pas kanë mytë se që shtot në Bibel që për motrat, apo? Që kanë dashë Biblia, jo motër, jetu e me bërzije kumula e rushti. Nuk ka lidhje me motrën kjo tregim. Do me thonë për shkak martesave, motrën... Jo, s'ka pa lidhje me martes, motër, kjo në Biblia. A do më ta lexuan nga Biblia? Po më vjen mirë që po e dëgjoj qëto. A do më ta lexuan nga Biblia? Po lexoja, ma po më vjen mirë hera par nga krishterë që po e dëgjoj. Po motër se zdi me koke e folti, por ti po bërzije kumula e rush. Ta shu po ta bëjnë pyetjen, sa ta gjej ta, po ta bëjnë pyetjen, si ka emnin gruaja Ademit si pas Kuranit? Nuk ka emër, Heva është ma e naltë se emri. Okej, po ku e ke marrë këtë emrën Heva? Ma jep njerë përgjigjen e Biblës. Okej, haj po ta lexoj. Do më ta lexua krejt. Po shka janë mytë djemë të Ademit? Mu ta tregova, do më ta lexua krejt. Jo, po du me lexu. Se po më vjen mirë që për që të... Okej, haj ta lexoj. Sa e bukur historia. Njeriu e njohi Evën, gruan e vet. Ajo ngjizi dhe lindi Kainin. E tha: prej Zotit e fitova një njeri. Pastaj lindi Abelin, vllain e tij. Abeli ishte bari lënsh, kurse Kaini bujk. Pas do kohë, Kaini i kushtoi Zotit fli prej frutave të tokës. Po ashtu edhe Abeli kushtoi prej paralindurve të grigjes së vet, bashkë me ljamin e tyre. Zoti e pëlqeu Abelin dhe flin e tij, kurse as Kainin e as flin e tij se pëlqeu fare. Kaini u zemrua për së tepërmi dhe u qartë në fytyrë. Zoti i tha: pse je zemrua dhe rri kokungjur? Sepse nëse vepron mirë, a nuk do ta mbash kryet lart. E po s'veprove mirë, ne prit të derë e ke mëkatin, e ai të lakmon ty, por se ti duhesh ta brizotrosh. Kaini i tha vllait e vet Abelit: te dalim jashtë. Kur u gjetën në fush, Kaini u holl në vllain e vet Abelin dhe e mbyti. Atëherë Zoti e pyeti Kainin: ku është vllau yt? Abeli ky përgjigji: nuk e di. Pse? Mos jam unë rojtari i vllaut tim. E kuptove tash? E ka vrarë e gjeloziet se ky ka ofrua flijin më të mirë. Shumë bukur, po më vjen mirë për këtë. Për më vjen për këtë verset edhe ju duhet me fol. Nuk ka verset, o kapitull. Kapitulli Biblës. Okej.
Hajt tash ma përgjegjë ti pyetjen. Jo, veç pak, Ku e veç gje pak. emnin e Havës në Kur'an? Po du me të falenderu. Po mirë, kjo është mener, motër, po më intereso tash mua. Ku gjendet Hava në Kur'an? Emni, ku e keni marrë emnin Hava? Me krijimin në surën Bekara je prej ajetit 32, Ajt. përmend Ku gëruaja. emni Hava? Cili ajet? Mos u ka për pleshta, për gjethe, veç më let flas. Jo motër, po jam i sinqert. Cili ajet të gjej emnin O, se gruaja zotëri. Adami thirret Hava? Më let të flas. Do me Po thonë, gjej, po ma sa të fol shti ma jep ajetin që të gjej ju. po unë të dëgjova o zotëri, edhe të falenderova, që Po tash, mirë, unë po të falenderoj ty nëse ma ne jep ajetin. po prit more pak jam të duke ta dhënë. Në surën Bekare ke prej krijimit të Ademit e më poshtë, çdo kund kusht përmend Ademi kur u mashtrua nga ajo pema e ndaluar, aty ishte edhe bashkëshortja e tij Zewa. Si ka emnin. Nuk Heva është një shkoni të drilon gashi, ai e ka gati gjysore flet për E emrin. di se ai fol gjysoret edhe s'to gjama mas gjysoret, po ku e ka emrin Hava në Kur'an? U të thotë se ka shehi pe malësie thot që nuk ekziston emni Hava në Kur'an. Po, a ekziston te Bibla atër? Po, Okej. Heva, arabisht. Eva, po, pra ta Arabisht. pëton, që ti me e Arabisht. kuptua Kur'anin të lypet Biblia, po ti the e ke mashtrua Biblien. Pse besot tash ata? O zotri, unë Biblen e besoj pjesërisht. Po kush gjella tërnaç, cilën pjesë e beson, cilën se beson? Prit pak se janë. Është e rëndësishme kjo motër, ti thua besoj Biblien me pjesë. Kurani thot duhet me besu Biblien. Shiko, qëri, unë thash ty që besoj pjesërisht. Po cilën pjesë e besoj, cilën se beson? Ne, për shembull, që prej sot kom e mendu ndryshe. Unë e kom dëgju prej të krishterëve që është janë mbyt vllaznit për shkak motrave. Shiko. Pa motër, ata Veç nuk kanë pak është, sheh, veç ti pak. duhet me të vetë krishten, sheh O, krishten. lene prej shehin tonë shahadetin s'po din me thonë, mos lujaj gare. A do me të Ne. të shahadetin? E thu për me nën çmu, kur gjatë tjetër, se ti Muhamedit kur Okej, i ku thu, di me tha? ti kur e shan, Aspetëm tjetër, hajde. ti kur e shan Muhamedin, edhe kur gjithmonë thush, jo sa paqja qoftë mbi ta, e përdor si kur ke rujt dhen me ta, ti nuk e... Unë nuk e thon paqja kjo me ta. Unë s'di pse thoni ju paqja mbi Jezusin. Jezus janë qiell. Ai s'ka nevojë për paqen tënde. Çfarë shehi je ti kur nuk e di me ma respektu fen islame? Po s'muni me respektu një fe që pëson se marrëdhënia me vajzën e Axhës është halal. Kjo është çmenduri për mua motër. E kam të shpjegu me këta, shqiptarët e kanë haram. Si kanë, po Kurani thot, ty t'lajohet Muhammed vajzë e Axhës, dajes tezes halles. Sura 33:15. U jam shejh për malësie të lejom, hafize, kom Kuranin për meq. Po, e ke mësu vetëm ajetet ku duhet mi gjyku muslimant, apo? Po jo ato që mbajnë me bëhë kështu, thëm, ku që këmësim? Po, A je dakord ti me surën 4:24 me përlunuar obreshat e luftës? Leni ato duhet tefsire të randa, po të më skalo për i pyetjes O, tash po t'lypën tefsire, cilë tefsire, shia i suni. O zotëri, martesa me qikën e Axhës, mos shko për një muhabet, çka e të fut? Okej, vazhdo, me qikën e Axhës. E pësë Kurani këta? Në surën Nisa, verseti 23, Po. Kurani na mëson me kë një mashkull Po. nuk mund të martohet me Po, a motrën. thot se s'muj mu martua me vajzën e Axhës? Jo, nuk thot. Fatimja o Exactly, se munen. Okej, më falj, motër, shpejt, se jem një temë Jo, të jo. rëndësishme. Jo, Ti more, që po jeneron ti Aliun të ma shumë se muhabetin. Abu Bakrin. Ka ka martua Aliu, ka pa përgrua? Dhe, po vazhdoj kumbeta, E di, po ka pa martua Muhamedi, Aliu. dhe po vazhdoj kumbeta, Aj, mirë. do me thonë, Shkoj me 4:23, është E di, ndalime. motër, për men që kam. E Ani, kom për men.
Shiko, kur hina une këtu u bënën duplo ma shumë, 120 kënë tash janë 240, pak respekt për personalitetin tim. Unë respekt po të napi motër e po të neroj, s'po të ato mas të fjallë fyese. Nuk është me më fy, ajo është disrespekt, ama Po respekt. unë s'kish me fy kur një motër. O, Muhamedi ka fy gratë se ka thanë surën 4:34 me të raburri. Unë thova ta më gabim. Të më prap hik prej muhabetit. Dhe, Po jo, Kurani thot me të raburri, u thom jo me të raburri. dhe, për një mashkull caktohet me kë nuk mund të martohet. Okej, haj, a pe lexoj, a do me ta lexua, haj të lexoj. Ndërkaq, jo, s'ki nevoj me ma lexuar. Jo, di dua për me me. lexua fjalën e Allahut që më na dëgjoj 250 vet. Jo, nuk i me lexu. U janë ndaluar juve. Te martoheni O me. zotëri, më le rahat, e ta dëgjojnë këtë njerëzit, e ta lexojnë Po vetë. dua me ta lexua ajetin e Kuranit, ti duhet me Nuk pa e ner ti që nevojë. Hafizi ta lexon Kuranin e shehi majsis. E di unë e përmendsh në 23, ta lexojnë miqtë e nderuar, mos Po, trupim kohë, se motër, s'po vlen me Tu arte. ka shumë njerëz që nuk dinë çka me u tha Kurani kujtojnë sa baklav, ai s'din me zotëri, lexua na po e se shkojmë kujtojnë. Na po shkojmë te Çika Axhës te djali Dajës. Më le rahat. Po Le prit të rahat. lexoj këtu, priti e. I nevoj me lexu se e kemi rahat, mos merr minutash se kam 100 punë. A do me Një ardhe moment. ti mua me bapë, ti the burrit e ka prun kafe në shtrat, po çfarë punë shketash? Pijat kafe me lezet. Ta lexoj Kuranin. O zotëri, kam qiragjit kanë me marrë në ora 10 e duhet m'ja regullu katin nalt. Motër, respekt për ty, bravo, amen. Kanë met. Prandaj, për neve shqiptarët është rrepsisht e ndaluar ani që jemi musliman me u martu me Çikën e Axhës, Çikën e Dajës. Pse? Sepse Zoti e bën obligative me kë nuk mund të martohet një mashkull. Ndërkaq me të tjerët profeti thot është e lejuar, mirë po është sa ma larg aq ma mirë. Dhe kjo i bie. Cili ajet e thot ata? Profeti Muhammed jashton këtij versetit kuranor që me kë e keni të ndaluar. E ndërkaq të tjerat i keni. Ku jashton motër? Lutem mos më folën hava. O zotëri. Nëse mje mua, unë folj me referime. Jo më folj tin hava. E thot, kume që të lexoj, edukom. Ti për mua je hafiz. Unë jam zanë si ju conte. Mësom ku të lexojun këta. Dhe profeti gjithmonë ka që e tiu Allahe, u e tiu Resul, ve uli lemri minkum. Bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe atyre që ju japin urdhra, dituri. Dhe profeti thot pas kësaj, nuk jeni obligativ me u martu me çikagje, çikteze. Prandaj ma larg. Dhe mos ma merr fjalën. Dhe konsenzusi dietarëve në botë dhe vetë hadithet, prandaj turqit martohen, iranianët martohen, arabët martohen me çikagje, shqiptarët jo. A e dini pse? Sepse na thon neve konsenzusi, urfa, i thon nëse një zakon i atij vendit e ndalon një gjë e cila nuk është obligative me Kur'an, atëherë ai zakon i atij vendit vlen më shumë se sa një urdhër i Zotit. Pra, nuk, urfa. Ta shirk. Moqë ti banë shirk. Oj, ti ke banë shirk. A, ti mos tanin, unë e shkoj në xhehenem. Po jo, nuk po dua me të bëquar xhehenem, po dua që me shpëtua Jezu Krishti. Jo, ty motër, nuk ka krijuar Zoti me shkuan në xhehenem, ka kriju Zoti me shkuan parajs. Ne mos më kap me xhenem e me Jezu Krisht. Mlene ta përfundoj muhabetin. Po motër, po bëne shirk, penoju se ti the, ka vlerë ligjet njerëzore ma shumë se ligji i Allahut. Mos tanin ty për mu. Hajde po ti motër, te dua. Jo, ti duje gruan tënde. Jo, nuk dua në atë mënyrë, dashnuria nuk ka vetëm me grua, po dashnuria me vllain, me motrën, me kombëtar, me bashkëkombëtar. Dashnia ka shumë, po dua në atë mënyrë. Unë mundem me kja djali ju të ti pe me në ashtu. A pesheti që s'polen me fol. Dhe, nëse urfa, do me thonë, adeti ati vendit, për shembull,
nuk është të martu të shqiptarët. Atër kjo vlen ma shumë se një ajet I cili nuk është I shkruar. Sepse mu martu me qiktagjës nuk është e shkruar, por është e shkruar... Është e shkruam, sura 33-15 për Muhamedin, ato ka Mos lexuar. mu martu, ajo është tjetër muhabet, ajo është që profeti mundet mos mi dhon mehrin, dhuratën e martesës, mos shko atje. Ndërkaq, nëse në kanunin e O shqiptarët... ti pejgamber, ne juar gratë të ciljave u ke dhënë shpërblimin e kurorës. Kjo është Dhe ato që mendimin e Allahut hynë në posedimin tanë, robreshat e luftës. Le bijat e harç, stant bijat e hallave tua, bijat e daj, stant bijat e tezëve tua. Lexoje prej fillimit edhe një shpërblimin e kurorës, hajde. O ti pejgamber, ne të kemi lejuar gratë të ciljave u ke dhënë shpërblimin e kurorës. Le ato që mendimin e Allahut hynë në posedimin tanë, robreshat e luftës, me I përlunua. Le bijat e haxhës stant, bijat e hallave tua, bijat e daj, stant bijat e tezëve tua. Ky verset është për profetin ekstra, që Ekstra se ka nevoja më të madhe se na burra tjerë. Jo, sepse profeti ka pas edhe gra vetëm në mbikëqyrje, nuk ka pas gra për dyshek, që e dini ju. Jo ka mbikëqyrje, kështu ka bë. Si Don Juan që përdorni ju, që përmeni ju, përmenën çmu, po Zoti është I madh. Po si, motër, kjo po më intereso, kjo mbikëqyrje, si ka këshyrë, kështu lloj. Fundin e turpshëm, ka pas gra, ka 20 vjet, kanë qenë ma të vjetra, edhe kanë pas jetime. Po Hadiçën e ka pa 20 vjet ma vetë, se ka pa marrë për interes kur nuk është e vërtet, nuk është e vërtet, ajo gënjeshtër është. Dhe ka pas gratë e luftës që s'kan pas nevoj për burr, po vetë janë kanë ma të më shume, po kanë pas fëmijë, kanë pas varfëni, edhe profeti I ka pas ato gratë. Me ba marrëdhënie me tonë vetë se ma ble shpina, I thot hajde shpinë temi me ba marrëdhënie. Në mbikëqyrje, profeti ka qenë aq I lartësuar se që kanë ardhur gra I kanë thënë ja Resulallah. Oh yeah. O I dërguar I Zotit, ma bon vetëm një qahin me mund me të bë hysmet. Po mirë, po kur e trakoj gruën e vetë, kur bani marrëdhënie me Marin në shtratin e Hafs, çka nolli? A kjen mbikëqyrje Maria? Kërkush nuk ja ka majt qirin sa ja mani ju krishtert. Jo si krishtert e asi, po. To janë këtë gënjeshtrat. Po janë libra islame, motër, si kanë shpiku këto. Për me përull, për me zbeh personalitetin e profetit, ja keni vendos gratë. Po si ja kon vendosun në librat islame? Dhe një hon Omer Bajramin. O, s'ekziston për muaj. Edhe, s'ekziston, more zotëri, bota islame është madhështore, as po e sheh botës I po I kthehet islamit krishtert e Kush po I kthehet botës islamit? Me qindra me mija. Po pse janë për medalj hoxhat e kjajne, 24% të trive janë të mohu islamin. Tja ke panë Pakistan të kjaj hoxha thot e pshin edhe të mramën me Kuran. Lene mora ato janë bërllokët e islamit ata, muslimanve se islamit. Po mirë motër, kush është muslimani vërtet për ty, se më duket se vetë një ati pas kemet. As Buhariu, as muslimi, as Omer Bajrami, as... Si e ke marrëdhënien me Shevqet Krasniqin, a hoxhi vërtet ai? Jo more për mua në Kashtinburg me militantat e tij. O, zoti dashtun, si ka shtim motrën në burg, a I s'te ka njeri? Po, militantat e ti ma kanë bo fake edhe kum hinë burg. Po pse me shtim motër, unë si krishten, kur s'kish me shtim burg se ti e motër? E në grua se ka vendin në burg, e ka vendin në familjen e vetë. E ka në burg sepse unë jam grua, nuk jam grua vetëm me gatu buke pasul. Unë e kom mendimin tem të lirë. Po mirë, pa Zotit ka kriju ashtu. Po Allahu s'ta lep mendimin e lirë. Allahu ka tha që nëse burri yt dro hemensin tande me të ra. Sura 4:34 thot Hafiz Mesihs. Jo, mare darebe jetë dëribu është tjetër send. A do me ta lexua? Jo, mare ti e lexon shqipski lidhje me ata. Po shqipa a do me fojnë e arabisht, po ta lexojnë se donë. Dhe ata jetin që e lexove, jo mëre se besojmë në ashtu që shë besojmë. Sura 4, Elnisa, 34. Burrat janë përgjigjes për gratë. Nga se Allahu ka graduar disa mbi disa të tjerë, ka graduar Allahu burrin tonë mbi ty,
se kanë shpenzua nga pasuria tyre. Prandaj, me ata që Allahu i barit e ruajtura, gratë e mira janë respektuese, janë besniken ndaj të fshehtës. Dëgjoj tash. E ato që u keni dro kryet lartësisë, vetëm me pa pak xhelozi, se ke dro kryet lartësisë të tyre, këshilloni, madje largoni nga shtrati, ku me të largua me danua, kur ti e dëshiron burrin me të largua nga shtrati, e në fund, çka thot? E në fund, rahni, me të ra burri, Krishti thot se burri duhet me dek për gruan, e Kuranit pëso me të ra, ktheju Krishtit motër, se Krishti thot burri jut me dek për ty, për dashnin e zemrës ti. Jo, mëre me vdek duhet me bo shirk Zotit më ndish, ka me vdek për mu e unë për ta. Po për dashni ha vdeket. Jo, mëre namaz dashnis, prandaj marim gusull, me kalu nga gjendja e kafshës në gjendje njerju. Po motër, a ka dashuria i takon vetëm Zotit. Pyetje sinqert. Shenja me malle e dashnis është që me lurua miku jetën për mikun. Nëse dikush vjen e sulmon gruan teme, e unë me lon jetën për gruan teme, kjo në krishtanizëm quhet dashnia me malle. Zotëri, mos i qo mua bet në fusha e në male, se s'ka je për... Po jo motër, jam të folë për dashnin, unë po Jo, thomë. po janë niset e rafja, hike prej rafjes, janë niset e gratë e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e ti, dhe tash pra po më del këtu... Po për gra çështja, se ti e grua. Po zotëri, unë të regova të profeti Muhammed, nuk e mund ti me nejt me një dhomë, 4 mure, pa e pas një qahin. Edhe sot, Pa shka? një qahin, kur orzimin, edhe sot, une si muslimane, Sa ka për gra Muhamedi? Zotëri, une si muslimane e sotshme, nuk mundi me nejt me një dhomë, me një mashkull që nuk e kam kuror. 4 mure, mundi me nejt restoran, me pa njerëzit, me fol, me bisedu. Prandaj, te profeti Muhammed... Se nuk muj me motër unë e ti me nej, apo folim tash, se nuk muj me nej, se profeti yt gjithçka e ka ban në mënyrën seksuale. Po pse nuk muj me nej, u kam shoqe, aq shumë që rri me to, edhe ku pa kur far tensionit, se na nuk jem kafsh, Zoti na ka dhënë arsyen e shpirtin motër. Na në krishtanizmet, femnat, ata krishterë që praktikojnë fen, na i quajnë motra, motër i thomë. Si nuk punë mu me nej me motrën. Qarë pjesën nga kjo motër? Motër, derisa nuk bëhet nikahi, kur bëhet nikahi, si e motër me to. Po ti, a je motra e me ti? Po, motra prej fesë dhe Po prej normal, besimit. jo prej fesë, prej kombit. Jo, prej krijimit. Neve Zoti na mëson Unë jeni po të quaj vazhdimisht motër. A je motër? A mundi me të quaj në ty motër? Po, prej krijimit, që jemi krijimi njëjtë, une jam njeri, ti njeri, une kafsh, Pa e ti mirë kafsh. që si jem majmuna. Motër, Po, kur pra. thom motër se je shqiptare, nuk i thom Jo. motër, nuk i thom Jo, motër jo. italianes. Jo, motër prej krijimit është edhe Serbia, edhe Italiania, edhe Amerikania. Po su Motër- thom aty ne e motër, se sa motër shqiptare. Motër është prej krijimit edhe motër e Mirë, vlla mirë. prej Okej. besimit. Okej, Besimi motër. njëjtë. Ti E shikon bëm ata. ti, Po, më shkego ti mua. unë Se krishtere, nuk mundet me nej një burr me një grua e mos me pa tensione seksuale. Pse Muhamedi o kja kaq, gjithçka kja seks për ta. sepse ju e keni bë ashtu. Don Juan ju e keni bë krishter për me azbeha autoritetin e ti. Po Ajo- si mot, a kem shkrua na Kuranin? Zotëri, me një vend ku rrin një mashkull edhe një femër, i treti është shejtani, të mbyllur në 4 dhoma. Shkon ti në një banes, me një banes edhe po hyn me një dhomë, me një grua tjetër. Çka kishte thënë gruaja jote? Gruaja eme më shet me gra tjera ton kohën se ajo e din se unë se tralltoj sa atjet jeta. Edhe unë shkoj me Po në motër, restoran, a shkon shkoll ti, a shkon shkoll me burra tjera. o zotëri, unë shkoj në 2 fakultete kom kry. Po Shkoj në atje shkon shkoll restoran, me burra. o zotëri, shkoj në restoran edhe ulëm me 2-3 shok, edhe nuk e kam problem.
Po pa të Ama- shka po folja të na, a kurorzohesh me ta? O zotëri, në 4 mure nuk guxon me nejt një mashkull edhe një Po pse femër. restoranja i bëm kështu, triangle, çka on, Nëse 6 vjen, mure? nëse vjen një shok i burrit në borë, unë e kam shtëpin me o borë, edhe thot, kom ardhë me pini kafe. Unë si muslimane, po i nderuar që ta thiri burrit. Ose shko pak në restoran, vjen tash burri edhe vini me to bashkë. Kjo është rregulla jon islame. Nëse Po krishterëve kjo ka rregull, kjo çrregull motër, çrregull. Nuk ka rregull, O çrregull. zotëri, unë Që e me- kita Ti pranova. mos me kjau të shpia, me ardh vllau jam, shoku jam të shpia jame, me ardh të shpia jame, grua jame, mos mja qil derën derisa me ardh unë shpia, po? Jo, unë ja qeli derën, i thom, urnoni zotëri, edhe nuk e shtim rënda. Mu që Të shtu shpërrena ikun, kumarën, jo. a kini kumar ju në Jo, musliman. nuk mu feja kështu ma mëson. Po kjo nuk kam sim, motër, kjo degenerim, këta o që ka Okej. folji unë. Okej, për mu është degenerim let jetë, për ty let jetë mësim. Okej, Po jo, për mua degenerim. Muj me Okej, kem it's- sim kjo për mua. it's your problem. It's not mine. My How is it religion my is... problem? It's not my problem. I don't have a My problem. religion is teaching like this. What's your problem? Ku po të dhem dhomi? I don't have problems. I have beautiful teeth. Qira, si Ducati kom. Okay, yeah, that side you have to respect my religion. Po- Not to compare. I respect Not to you, të compare. respektoj ty si person, po Not jo to religionin compare. që pëson Mos- burri me ra gruan. Mos krahaso. Religionet janë veç e veç. Ti e ki fen Po ton dhe pse respekt. thot mirë? Po pse thot Kurani, ata që nuk besojnë islamin me i pren qaf? Jo, kjo është surja atyre që kanë jahuditet, ju këm tregu shumë mirë. Ku që i kanë ke tregu? trastu, Që kanë Tila- trastu, mande i kanë gozhdu bile dhe i kanë prej. Ku thot ata sur? Ku thot ata ajeti? E ki në surën 61 duket. Jo, Në unë jam ajeti 61. unë jam të lexua surën Enfal, ajeti 12. Dhe kur Zoti ju kumtoi engjëve se unë jam me ju, pra inkurojoni ata që besuan, e unë do të hedh frikë në zemrat e atyre që nuk besuan, frika o terrorizëm, e ju godetni në qaf, vetëm se s'besojnë, nuk përmendet luftë as kur gjë. Ju goditni në qaf, lartë me shonju atyre në çdo gjëmtyr. Pse po thua respekt kur Allahu, kur Muhamedi s'ka respektu kur ka? A i ka vra politeistëve ka shkatrua illujt e tyne.